Ashtu si që kishin paralajmëruar drejtuesit e Partisë Socialiste, është zhvilluar pa dhunë dhe pa thirrje kundër qeverisë demonstrata homazh në nderim të 3 personave që humbën jetën në protestën e 21 janarit. Mbështetës dhe simpatizantë Partisë Socialiste të ardhur edhe nga rrethet të tjera marshuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit në tingujt e muzikës funebër, duke mbajtur në duar lule dhe qirinj. Në krye të kortezhit ishin familjarët e të ndjerëve të ndjekur nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe eksponentë të tjerë të opozitës së bashkuar. Pjesëmarrësit në këtë demonstratë zhvilluan omazhe në vendin ku humbën jetën 3 protestuesit. Përgjatë këtyre ditëve, ndërkombëtarët kërkuan anullimin e demonstratës homazh dhe çdo grumbullimi tjetër në ditët në vazhdim, gjë që do të ndikonte në qetësimin e situatës së krijuar pas demonstratës së opozitës në 21 janar që degeneroi në akte dhune, me pasojë dhjetra të plagosur, protestues edhe policë të cilët ishin në mbrojtje të institucioneve shtetërore. Partia Socialiste kishte garantuar se nuk do të kishte dhunë dhe se demonstrata e sotme do të ishte një kortezh i njerëzve të veshur me rroba të zeza, të cilët mbanin në duar lule dhe qirinj në nder të viktimave.